Me ty, përsëri nënvizohet rëndësia e pranimit Kosovës, e futjes Kosovës në kuadër të LNG-s, por sqarohet ideja që nuk është ekskluzive që Amerika është duke kërku LNG-n si projekt, por ndër të tjera, sepse thot që do të ndihmojë edhe në të gjitha fushat të tjera. Spari, po të them që zyrtarisht, qeveria e Kosovës zyrtarisht nuk i ka thonë jo bashkëpunimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës sa i përket çështjes së energjisë. Në një. Në dy, kryeministri në detyrë ka thënë që ne jemi të interesuar për gazifikimin e qymyrit në Kosovë dhe jemi të gatshëm të bashkëpunojmë me kompanitë amerikane. Kjo është intervistë e zotrit Kurti. Në cilat kompanitë e duhanit, cilat? Me kompanitë amerikane të energjisë. Domethënë, nuk i ka thonë jo. Edhe një, ka thënë që jemi duke i analizuar të gjitha mundësitë se si do të jetë. Kjo është perspektiva e tij, ai nuk ka dhënë as po as jo. Por si përsëritet ose si komentohet ripërsëritja e mesazheve tani. Ripërsëritja e mesazheve nga qëndrimi i ambasadorës ose të ngarkuarës me punë, përsëri është thirrja. Po, kjo është thirrje edhe është me të drejtë dhe mendoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë aleati kryesor i Kosovës edhe shpresoj që qeveria e Kosovës sapo të formohet që t'i përgjigjet pozitivisht, sepse kam thënë disa herë që në çdo projekt që Kosova ka qenë bashkë me Amerikën, çdo herë ka fitu. Prandaj, edhe çështja e energjisë. Ai është shumë i bindur. Shumë i bindur. Edhe unë mendoj që ashtu. Shumë i bindur edhe mendoj që pas krijimit të qeverisë dhe institucioneve të Kosovës, Kosova do t'i përgjigjet pozitivisht Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shpresojmë. Matoshi ti, si e sheh përsëritjen e mesazhit? Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e dim që të gjithë asnjëherë nuk